Akademia e Arteve është shkolla unike kombëtare në nivel universitar që ofron diplom universitar në 3 ciklet e studimit. Cikli I parë përbëhet prej 3 vitesh dhe prej 180 kreditesh, cikli I dytë përbëhet prej 2 vitesh, prej 120 kreditesh, cikli I tretë prej 3 vitesh që do të thotë doktoraturë. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19, në këtë mëngë të perandorisë otomane që quhej Shqipëri, si rrjedhoi e shkërmoqjes në çdo front të perandorisë, e iluminimit të disa mendjeve njerëzore të selitura ndër shkollat të perëndimit dhe interesit të shtuar të Europës për rajonin tonë, po niste rilindja. Kjo lëvizje e gjerë që u udhëhoq fillimisht ndër qytetet e mëdha, e më vonë në çdo cep të Shqipërisë nga njerëz iluminist, e që vinin kryesisht prej formimeve humanistike, përveç përpjekjeve për rilancimin e historisë, gjuhës dhe arsimit, nxiti edhe krijimin e shprehive të para estetike, si gjeste të shkëputjes nga tradita orientale, religjioze e bizantine dhe të afrimit me mentalitetin europian. Në këtë kontekst, duhet parë edhe lindja e artit të kultivuar shqiptar. Me së dim deri më sot e para veprimtari artistike e zhvilluar në territorin ton ka qenë fotografia. Ishte viti 1858 kur Pjetër Marubi, arkitekt, piktor, skulptor e fotografi përndjekur në vendin e tij Piacenza, pas një qëndrimi të përkohshëm në Korfuzë në Vlorë, erdhi e u vendos në Shkodër, duke themeluar studion e parë në gjithë perandorinë e mbetur. Eksperiencat e pasura të dinastisë Marubi nisën të pasuroheshin më tutje nga Sotiri I Korçës, Vangjush Mio apo Gjimiteku I Beratit. Njëzet vite më vonë një tjetër bashkëqytetar I Marubit, Koli Dromeno, piktor, arkitekt dhe fotograf, do të pikturonte motrën e tij, Tonen, përgjatë gjestit të heqjes së shamise dhe zbulimit të fytyrës angjëllore. Dhe duket se ky vrull rilindas përfshiu menjëherë të gjithë ata që kishin apo zbuluan te vetja e tyre mundësinë e shprehisë artistike. Murat Toptani në skulpturë, Spiro Zenga dhe Simon Rota në pikturë, e shumë të tjerë pasues. E së njëjtës kohë me pikturën, është edhe lindja e lëvizjes muzikore. Kështu maestro Giovanni Canale do të organizojë dhe do të themelojë me të rinjt shqiptar orkestrën e parë frymore. At Leonardo De Martino në vitin 1879 do të organizonte të parën shfaqje teatrore me nxënësit dhe mësuesit e Kolegjit Saverian. Edhe kështu dal nga dal, gama e veprimtarisë artistike të kultivuar do të plotësohet dora dorës. Në Akademinë e Arteve, procesi I mësimdhënies është I shkrirë në një bashkëpunim të ngushtë së bashku me krijimtarinë. Dhe të gjithë pedagogët që japin mësim në Akademinë e Arteve janë potenciale të fuqishme të artit në Shqipëri, qoftë në artet skenike, qoftë në muzikë, qoftë në artet e bukura apo dhe në kinematografi. Akademia e Arteve ka për mision edukimin artistik, mësimor, shkencor, realizimin e projekteve artistike me studentët në fushën e muzikës, të artit skenik, të artit figurativ dhe të aplikuar. Dhe misioni I saj lidhet me formimin artistik duke mbështetur fort në ruajtjen e traditës së mëparshme dhe garantimin e nivelit lartë dhe cilësor në të gjitha fushat ku operon institucioni I ynë. Shkrimtarët dhe artistët si ndihmës të partisë në edukimin komunist të masave. Duke e parë shoqërinë re shqiptare të mbas luftës së dytë botërore, nëpërmjet një analize marksiste që e ndante në bazë dhe superstrukturë, udhëheqja komuniste nisi të financonte fuqimisht lëvizjen artistike dhe sistemin e edukimit në mënyrë që t'i bëjë një suport I sigurt përgjatë procesit të ndërtimit të ekonomisë socialiste. Për herë të parë në vendin ton, u hap Akademia e Arteve Figurative, Liceu Artistik Jordan Misja, Konservatori Shtetëror. Kështu themelohet në Tiranë më 1966 Instituti I Lartë I Arteve, I cili bashkoi 3 institute artistike, Konservatorin Shtetëror të Tiranës, Shkollën e Arteve të Bukura dhe Shkollën e Lartë të Aktorëve Aleksandër Mojsiu. Po kjo nuk do të zgjat shumë. Bëhuni gati të shisni sahatet. Ke qenë në Zvicër? Unë kam qenë në Zvicër. Kudo zviceran, jashtëzakonisht interesant.
Në muzeon që ngrit kohët e fundit në këtë institut, përveç të tjerave, ai që ra në sy, ishin punët e bukura të studentëve që merren me artet e aplikuara. Këto punime kanë filluar të zbatohen që tani në industrinë tonë të lehtë dhe në atë ushqimore. Akademia vinte si rezultat natyral i zhvillimeve të dukshme e të shënuara të artit të artistëve shqiptar. Ajo ndërtohej vertikalisht lart, mbi themelet e operës së parë Mrikës të Prengjekovës, simfonisë të parë të Çezgzadejës, luftëtarit të lirisë dhe Skënderbeut të Odise Paskalit. Tokëson të Koljakovës, familjes së peshkatarit të Suleman Pitarkës dhe karnavaleve të Korçës të Spiro Çomorrës. Instituti i Lartë i Arteve u instalua në një prej godinave më prestigjioze të kryeqytetit, të ndërtuar për italianëve gjatë viteve të luftës së dytë. Themeluesit e saj që janë të rinj që vinin kryesisht nga shkollat e lindjes, nga Rusia, Polonia, Hungaria, Çekoslovakia e të tjerë. Por kishte edhe syresh që kishin kryer studimet herët në Perëndim. Kështu kemi muzikantë si Çezgzadeja, Tonin Harapi, Albert Paparisto, Tish Daia, Feimi Ibrahimi, Luk Kaçaj, regjisorët dhe teatrologët si Mihal Luarasi, Esat Oktrova, Kujtim Spajvogli dhe Piromani. Piktorët, skulptorët, skenografët si Agim Zajmi, Danish Jukniu, Hektor Dule, Wilson Kilica, Mumtaz Drami, Kristaj Qerama e të tjerë. Akademia e Arteve synon që të mbetet padyshim qendra më e madhe dhe më cilësore e edukimit universitar, pas universitar, të kërkimit dhe trajnimit për përgatitjen e profesionistëve të tre fushave që unë përmenda më sipër. Për këtë ne kemi 4 qëllime bazë. Së pari, zgjerimin e aksesit nëpërmjet programeve të reja të studimit. Së dyti, forcimin e mësimdhënies duke ndërtuar laborator konkret, shkencor dhe krijues në ateljet dhe studiot tona. Së treti, shtimin e projekteve artistike dhe shkencore. Dhe së katërti, arritjen e kontributit të Akademisë së Arteve në jetën kulturore të shoqërisë shqiptare. Përpiqemi që studentët të jenë pjesa dominuese e Akademisë së Arteve, ashtu sikurse ka qenë gjithmonë në traditën e kësaj shkolle. Pedagogët e Akademisë së Arteve, punojësit mësimor dhe shkencor të Akademisë së Arteve, janë burimi më i rëndësishëm për një zhvillim dhe përparim të institucionit tonë. Padyshim, baza e gjithçkaje te kolegët e mi pedagog është profesionalizmi dhe përsosja e mësimdhënies. Ndaloje pak, duhet pak më e vendosur, pak me një karakter më të dinamik. Ajo crescendo, ajo nota e parë. Ta, filloje. Bravo, Pra gjithë kjo mbështetje i jep gjithë atë karakterin e kësaj, pra që është më emocionale, më pasionante.
fillon but. Maraj, ke sforcanur. Është më i madhi i fakulteteve të Akademisë së Arteve. Është krijuar në 1961. Sot ofron 20 programe studimi të ndryshme, të gjithë instrumentat, pothuaj të gjithë instrumentat, piano, violin, violoncel, kontrabas, kitar, fisarmonik, pedagogji muzikore, kompozim, muzikologji, flaut, klarinet, oboe, fagot, tromp, trombon, korno dhe bastub. Ne ofrojmë një formim profesional shumë të kualifikuar. Organizojmë një stim koncertore në të cilën deri tash janë 146 koncerte të realizuara. Të gjithë studentët aktivizohen duke dalë ose si solist ose në përbërje të formacioneve të ndryshme orkestrale. Në seksionin e lëndëve me përzgjedhje kemi futur shumë elementë të jazzit. Kemi futur saksofonin, kemi futur improvizimin në piano të jazzit. Dhe në këtë kuadër është ndërtuar dhe një big band si lëndë me përzgjedhje, i cili bën një aktivitet vërtet mirë dhe 2 koncerte, 3 koncerte në vit në kuadrin tonë, plus aktivizohet edhe në qytete të tjera. Çdo punë që bën studenti këtu të jetë nxitur dhe të jetë vlerësuar. Domethënë hyn në kuadrin e praktikave artistike dhe vlerësohet me kredite, vlerësohet edhe me notë dhe me të tjera. Përgjithsisht në këtë shkollë vinë nxënës që kanë mbaruar shkollat e muzikës, ose një numër nxënësish të cilët na vinë edhe nga gjimnazet. Në këtë shkollë hyhet me konkurs, në këtë fakultet natyrisht siç hyhet në gjithë Akademinë e Arteve. Është fillimi i frazës tjetër. Ti e lidh me të mëpashme. Në rregull? Piano legato. Ah, Susanna. Ah, Susanna. Kujdes intonazione. Ah, Susanna. Dyna Susanna. Con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto la vita. Ah, che vita sia donna, la donna. Vaga luna che in argento, ma dolce, queste rive, questi fiori, ed ispiri agli elementi il linguaggio dell'amore. Stop! E njëjta frazë përsëritet 2 herë. Atëherë, më e lëvizur dhe
nxjerr timbrin. Edhe jep. Eras me lusinghiera mi confortai nell'amor. Eras me lusinghiera mi conforta nell'amor. Nell'amor, nell'amor. Aty, pa. Mos shty frazën, mos i shty notat. Edhe njëre marri. Il mio sposo, il mio amor, la mia Shkolla jonë, si që dihet, është një shkollë relativisht e re në krahasim me shkollat tjera të artit, qoftë në Ballkan, qoftë në Europë. Ajo në kohën ku ndërtu gjeti një terren profesional mjaft pa organizuar. Kështu që shkollës tonë u desh në kohë të ndërtonte plot gjëra për të qenë një shkollë e denjë për të hyrë në një garë me shkollat tjera europiane. Njëkohësisht edhe për sa i takon infrastrukturës, shkolla jonë ka pas lëvizje të njëshme në favor të procesit mësimor. Nofta këtu mund të përmendim shpejt edhe rekonstruksionin të gjithë atelierëve të skulpturës, të cilët patën një përmirësim të dukshëm të procesit mësimor dhe një entuziazëm me të vërtet të pëlqyeshëm nga ana jonë, nga ana studentëve. Ku është studentët? Po pse? Dhe për masa paksa të vogël për të parë aktivitetin e tij. Edhe është edhe kjo pjesa këtu pastaj do të më shtuar interesante si ka vitur Po, të ndash. Ka disa gjëra që është pak ajo nëse kjo, ti ke parë fotografinë e ke rrugë bukurë, ke të... Nëse ke parë fotografinë, ke bërë... Jo, hanë do me bësi hanë... Jo, si shkeq, nuk po them. Pastaj je kapu masyre të qarave të mundeve. Pse se bëhe si skenë? E ke gjeru... Sepse letra në vetë, përveç se pjesës materjes së letrës, ka dhe ngjyrën. Pra dhe ngjyra e letrës është kthyer një ngjyrë në vete, që integrohet dhe luan rolin e saj jashtëzakonisht mirë, jo vetëm në sfond, po dhe në aspektin koloristik të grafikës. Dhe kjo është punimi që ke bërë me ndru. Mua s'kam vrete, më duket se është mirë.
provoj edhe një herë për të parë se më duket se akoma s'është bërë mirë ngjyra, se s'është bërë pak ngjyra. Provoj edhe një herë me këtë forcë, të jetë eksakte nga ana teknike e provuara. Unë në kalimin e dytë të krijoj më një herë imazhin e asaj që thash, që japi plotësisht të gjithë gamën e të qenit serigrafik, në një detyrë në serigrafi. Kjo që nuk më pëlqen shumë, që ta thash edhe si e kaloj, nuk është që ne ndan shumë në qendër. Kaqesh vlera jote që i ke zgjedh. Vlera jote kaqesh, po është Zoti që i ka bërë. Largohu si shkuadrë. Numri studentëve po rritet, hapësirat bëhen gjithmonë edhe më të vogla, por gjithsesi ne jemi në proces të një rikonstruktimi tërësor të akademisë, e cila besoj do sjell akoma më tepër një përmirësim të kushteve të shkollës. Vjet ne dërguam edhe një student më të mirë shkollës, me studime në bazë të marrëveshjeve që kemi me Akademinë Mbretërore të Stockholmit, me studime atje. Moda është thjesht një përpjekje për ta realizuar artin nëpërmjet formave jetësore dhe marrëdhënieve njerëzore. Në momentin e vështirë të zgjedhjes së karrierës, shumë kush prej jush, student të dashur, përpiqet të zbulojë dhe të konfirmojë identitetin. Dhe në këtë mënyrë, një pjesë prej jush hidhet në botën e modës. Kush i bën dhe i thyen rregullat e kësaj mode? Ajo vetë duket përgjegjëse për këtë gjullurdi të madhe që krijohet. Dhe në të njëjtën kohë është burimi më krijues për një industri eksituese, gjigande dhe mjaft përfituese. Mirënjohje për kontributin e shquar në formimin e brezave të tërë të artistëve në vite dhe për parimin e akademisarëve. Profesor Ibrahimi qenë si parin e një vlerësimi që ne duhet t'ju bëjmë të gjithë atyre njerëzve që kanë kontribuar me mishë, me shpirt, me sakrifica, me pasion, me vullnet, me talentin e tyre, për të ardhur në këto ditë që të rinj të jetojnë akoma më mirë prej tyre. Në mësimdhënien në Akademinë e Arteve për 36 vjet. Ka kontribuar për të edukuar një shije estetike mjaft përkohore në netët koncertore të tij. Por mbi gjitha ka kontribuar dhe për emancipimin e gjithë instrumentistëve. Profesor Gjergj Antoniu, mirënjohje për kontributin e shquar në formimin e brezave të tërë të artistëve në vite
dhe përparimin e Akademisë Arte. Tiranë, 15-12. Po ju siguroj që kjo është krejt e rastësishme, nuk ka lidhje fare. Stop. Atëre, si që këtu, vete këtu dhe këtu i propozoj edhe marrëveshje. Unë ju siguroj që është e gjithë krejt e rastësishme. Unë nuk jam tip që bëj gjyqje. Po e s'te nga dreq rrugë e jo vjetër. Po të rishni një piano nga një dritare këtu të klitarit. Kurrësisht e të mërshme. Bravo. Le t'jetë beni në këmë, si që ishte të në? Beni letri, ajo letri, si kur sa ka ardhur shdo. Atere, Njada, unë vi atje për të thë... Më fali, ja pak e vonës. Zbrazë e barku? Hajde, Jim, zbrazë e barku. Thuaj, Jim. Qëfar në thosh? Unë kam pasur kur të shirë në zonë, ti vetë. Ti e gjithë shka për mua. Bëm projekte të mdha, fjallë të mdhare. Ti kisha që e punë. Fakulteti ynë kanë përbërjen e vetë specialitetin e aktrimit, që është specialiteti më i vjetër në fakultetin tonë, specialitetin e regjisë skenike, të koreografisë, të skenografisë dhe specialitetin më të ri, që është specialiteti i regjisë filmit edhe të televizionit. Një nga eksperiencët e vyra në fakultetin tonë është dhe bashkëpunimi i pedagogëve me studentët në projektet përbashkëta. Në skenat tona ne shikojmë që pedagogët luajnë me studentët. Apo jo vetëm në skenat tona, por edhe në krijimtari më të gjëra, qoftë në koreografi edhe në film. Shikojmë që në produktet kinematografike shikojmë edhe pedagog, edhe studentë, të cilët janë pjesëmarrës aktiv në krijimtarinë e tyre. Gjithashtu një eksperiencë shumë e vyer është edhe eksperienca midis studentëve me njëri tjetrin. Shumë studentë aktrimit bashkëpunojnë me ata të regjisë, ata të regjisë me aktrimin, filmi merr qoftë aktor dhe regjisor, skenografët natyrisht që marrin pjesë në mënyrë aktive në krijimtarinë e shfaqjeve që bën qoftë regjia, qoftë aktrimi, por në disa produksione edhe koreografët kanë ndihmuar në shfaqje teatrale të produkteve që jep fakulteti ynë. Natyrisht që tani jemi përpara një sfide të re, që shumë shkolla artistike e kanë implementuar sistemin e ri të Bolonjës. Jemi përpara një sfide që kërkon një eksperiencë të re, një studim të ri, që duhet të implementohet jo vetëm tek pedagogët, por edhe tek studentët. Ne kemi përfunduar gjithë studimin e ciklit 3+2, kemi marrë aprovimin nga Ministria dhe këtë vit që vjen fillon cikli për studentët e parë që kanë implementuar sistemin e Bolonjës në 3+2.
natyrisht që jemi përballë të papriturave, por edhe përpara një sfide të cilën jemi të bindur që do ta kalojmë me sukses dhe përsëri shkolla jonë do të jetë një shkollë që do të nxjerrë artistë të cilët do të kenë vlera të padiskutueshme në krijimtarinë të ndryshme, qoftë në teatr, skenografi, qoftë në koreografi, apo edhe në sfidën e re që kemi ne të filmit edhe të televizionit. Jemi me shumë shpresa që do të arrijmë një rezultat vërtet të mirë në krijimtarinë tonë. Veprimi kryhet brenda rrethanave, pra ka një vend, ka një rrethan, ka një situatë në cilën kryhet. Kur përcaktohet, domethënë, objekti atëre kategorizohet ke veprimi i fortë. Unë duhet të shkoj diku. Kjo është në përgjithësi, dhe këtu është një veprim, domethënë, i butë. Vendosni dorën përpara dhe krijoni mundësinë që ju lejon fryma juaj, pra rezerva që keni, për të lëvizur përpara edhe për të kapur diçka që ju mendoni se mund të arrini me frymën tuaj. Komunikoni. Marrim frymë, t'ja japim dorës tjetër na e çojë në destinacion. Kujdes mjekrën, ndërthuo me shokët. Hajde, runi. Hajde, ty ka me në hajde. Thua yjet s'janë zjarë. Thuaj dielli u shua. Thua jeta është varë. Por mos thuaj që s'të dua. Atëherë fillojmë me njëherë përsërisë. Po, lutem. Thua yjet s'janë zjarë. Thuaj dielli u shua. Thua jeta është varë. Por mos thuaj që s'të dua. Akademia e Arteve është shkolla unike, artistike dhe natyrisht që çdo vit ne pranojmë me konkurs për të gjitha degët. Numri natyrisht që është i kufizuar në krahasim me ata që vinë që konkurrojnë. Çdo specialitet ka kërkesat e veta. Kriteret janë të studiuara dhe studentët një vit përpara janë të njohur me kriteret e konkursit. Natyrisht që konkurset janë shumë rigoroze, bëhen në mënyrën më transparente dhe përgjithsisht jemi të bindur që në shkollë kanë ardhur ata që e kanë merituar hyrjen në shkollën tonë.
Aurelia. Prytem kanë banjë sytë. Vesht, shisat e mia këtona. Në du qëtë edhe bodhin vertikal. Kjo kokë ka do shumë ka të doja preke, që unë të doja fjocën mbi tokën e ngrimet vendlinjes. Kjo kokë nga unë kohët, durët, vetën, në të janë gjandrat e lotit. E lomu i të ne, ashtë i fortë si breshën. Në të është pshenjë plagës riqefën, që ka formën e fullbasë. Tjetër! Me të është deti nëjmë. Pyllë i nezën. Dhe reja e pshori. Atë janë lullet mos me hra. Dashnorët me duar për qanë qakezi, Ypsiloni, Iksi, e shaja tjera, me cilën shirova një trup shfaqet. Që përshkopton lulli në gjavë, që shteret, teret, e avon, tu i lanë mrapa një zotë reshkën, rrugë të rushme, për kokën time pa themër. Ha, kokë sobrane, tim pas ke bri. Tuat janë hiti dhe morisat, gockat dhe cekina, plaget si shkronja gjaku si talas. Prej nalt atje ku je, mi supin tim të forfen, vazhdon të përsërit e shkith me të tanët vetmume, prej shpel qytetarë. Leni është pa kallë, unë jam të nësish pajtorë. Mosimdhënie të bazë midis studentëve dhe stafit akademik. Jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen, do të jenë marrëdhënie partneriteti dhe njohje reciproke. Partneriteti do të lejojë që studentët të bëhen aktiv në procesin e edukimit dhe të krijimtarisë së tyre. Presioni i konkurrencës, diversiteti i nevojave të ndryshme, ka bërë dhe vazhdon të bëjë të domosdoshme që Akademia e Arteve të rrisë fleksibilitetin për t'u përgjigjur kërkesave të kohës. Edhe për këtë, ne parashikojmë që të kemi diversitet modelesh, metodash, qoftë në mosimdhënie, qoftë në krijimtari. Në të gjithë aktivitetin e saj, Akademia e Arteve ka konsideruar vendosjen, zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit me shkolla si Motra në fushën e edukimit dhe të kërkimit artistik si një pjesë të pandarë të aktivitetit saj. Dhe ky bashkëpunim është konsideruar nga të gjithë ne një instrument i fuqishëm për afrimin dhe integrimin e Akademisë së Arteve në sistemin evropian të mësimit. Ne synojmë që Akademia e Arteve të paraqesë projektin e kompleksit përfundimtar si një vepër unike, klasike dhe moderne.